Faleminderit që jeni sot këtu për të tretën herë, për të ngritur zërin për dinjitetin dhe të drejtën tonë ligjore. Kjo është protesta jone tretë dhe për këtë vit, dhe për fat keq nuk ka ndryshuar asgjë nga hera e kaluar. Gjendja në RTK është përkëtsuar ndërsa institucionet vazhdojnë të heshtin. Mbi 700 familje të punonjësve të RTK-s po përballen çdo ditë me probleme për mbijetesë. Presionin nga bankat, vështërsi për të paguar faturat e energjisë, ankthi i përditshëm për të ardhmen. Kjo nuk është thjesht më krizë ekonomike, është krizë e identitetit. Dua të them qartë, kjo situatë mund të zgjidhet menjëherë pa asnjë vonesë me një vendim të kryeministrit në detyrë, zotit Albin Kurti. Të gjitha justifikimet të tjera për komisione apo procedura janë betejë mes partish. Mos i fusni punëtorët e RTK-s në betejë politike. Ne nuk jemi pjesë e asnjë partie. Jemi punëtorë që kërkojmë atë që na takon me ligj. Deri me sot kemi dëgjuar vetëm deklarata por asnjë veprim konkret. Prandaj, i bëjmë thirrje publike kryeministrit në detyrë Kurti që të veprojë ashtu si herën e kaluar dhe të mundësoj zgjidhjen e menjëhershme të situatës. Për më tepër, është e papranueshme që punëtorët e RTK-s nuk kanë marrë asnjë njoftim nga ish menaxhmenti. Domethënë s'kemi marrë asnjë njoftim për që ka me pas mungesë pagave. Për këtë çështje do të flet antari i kryesisë Fisnik Dërguti, kështu që mos t'ja marr temën. RTK është pronë publike, është e qytetarëve të Kosovës, jo partive politike. Ne do ta mbrojmë me dinjitet, unitet dhe vendosmëri. Greva do të filloj nga e hëna në të gjithë radio-televizionin e Kosovës, nga ora 11. I ftoj gjithë kolegët të na mbështesin në këtë vendim. Greva fillimisht do të filloj nga ora 11 deri në orën 12. Andaj kërkojmë nga gjithë kolegët e televizionit nga kjo orë të mos punohet asgjë. Ndoshta dikush mund të thotë që është kundër ligjore, por kundër ligjore është edhe mos me u pagu. Për pagesën të cilën ne kemi kontratë, për cilën kemi duke punu. Para mendoni, thash edhe herën e kaluar për thëmë edhe tash, nuk po mundem për e thonë. Vend si sindikat, me dalë, me kërku drejta të tjera, rritje të pagave, as prej 2006-ës, as një koeficient s'ka lëviz në televizionin publik. Këto do të me thonë qartë, me ditë krejtë, sepse janë shprëndo propagandat e ndryshme se në RTK janë pagat e mdhaja. Urnani, hajde një sheni sa janë pagat në RTK. Leret që nisë po mundemi me dalë me kërku rritje, po si kemi as këto që jemi duke punu tërmuajnë. Ka kolegë tonë të cilët s'po munden me ardhë asë në punë, për shkak se s'kan financa. Pa financa nuk munden as me lëviz, vim prej Prizrenit, Mitrovicës, prej gjithë Kosovës. Në thonë, është vështërsu atë shumë, jeta e atyre sa që nuk merret me mend. Situatë më të rëndume në televizion publik nuk ka pas ndonjëherë se sa tash kur po flas. Atëherë ju falenderoj të nderuar përfaqësues të mediave dhe falenderoj gjithë punëtorët e RTK-s të cilët po marrin pjesë në këtë protestë e cila është më shumë se e dinjitetshme për atë çfarë po kërkojnë. Të gjitha ato çfarë u thanë nga kryetari dhe nga të tjerët, nga parafolësit e mi, natyrisht janë kërkesa legjitime të sindikatës dhe punëtorëve në përgjithësi. Dua të adresoj edhe një problematik tjetër e cila në fakt në këtë institucion asnjëherë deri më tash nuk është dëgjuar zëri atyre anëtarëve të bordit të cilët kanë mandat për këtë angazhim. Ata këto pozita i kanë shfrytzuar vetëm për sfilata në festivalet e këngëve, pothuajse nuk ka ndodhur asnjë gjë në këtë institucion. Në anën tjetër, vetëm një pozitë është e lehtëshme edhe e rregullt, të gjitha të tjerat janë me ushtrues detyre. Disa me mandate të skaduara e disa të zgjatura pa bazë ligjore. Sipas rregullativës është e qartë se më shumë se 6 muaj nuk mund të jetë në pozitën e ushtruesit të detyrës kryeredaktor dikush. Pra, rrjedhimisht po shkelet ligji dhe rregullativat. Në gjendje të tillë kur nuk ka ndodhur, një gjendje të tillë kur nuk ka ndodhur në RTK. Është hera parë që po ndodh. Pa bërd, me ushtrues detyre të drejtorit të përgjithshëm të cilit nuk dihet se në çfarë bazi është vazhduar mandati i UD-s, pra rrjedhimisht pa menaxhment funksional dhe me pozita që i vazhdojnë pa përfillur procedurat. Kjo është një pasqyrë e qartë e krizës menaxheriale që po e mban peng gjithë sistemin
dhe po shfrytëzohet nga jashtë. Ju faleminderit. Unë juftoj sërish Hanën në orën 11, kur edhe fillojmë greven. Greva do të vazhdoj fillimisht 1 orë, varësisht prej përgjigjes, varësisht prej reagimit. Greva mund të shkojë në 3 orë, 4 orë, 5 orë, 6 orë. Gjatë javës do t'ju njoftojmë edhe për një vendim tjetër. Nëse pagat nuk dalin në llogari, ne do të kërkojmë dhe do të marrim vendim. Asnjë ngjarje me karakter politik nuk do të mbulohet nga televizioni publik i Kosovës. Andaj, edhe një herë, ju falenderoj të gjithëve për pjesëmarrje, juve mediave posaçërisht, kryetarin e BSPK-s, të Zbashkut, kryetarin e AGK-s, shoqërinë civile në zonën Plutra Kusari dhe të gjithë kolegët. Shpresoj që deri të Hanën të marrim një informacion që pagat e merituara të dalin në llogari. Nuk po kërkojmë ndihmë. Edhe një herë, po kërkojmë të drejtën tonë ligjore. Po kërkojmë buxhetin që ata kanë me ligj. Nuk është kjo ndihmë. Kjo është kërkesë për zbatim të ligjit. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrje.